Për herë të dytë brenda pak javësh, kompania e cateringut Sorial dele pastër nga analizat laboratorike, ndërsa 10 studentë e Akademisë së Sigurisë përfundojnë në spital me shenja elmimi. Paradoksi mbetet i njëjtë, nëse ushqimi rezulton brenda normave dhe kushtet higjieno-sanitare janë në rregull, atëherë kush i helmoi studentët? Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka vendosur të zhbllokojë aktivitetin e kompanisë Sorial, pasi analizat e kryera në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë rezultuan konforme me standardet e sigurisë ushqimore. Sipas AKU-s u analizuan gjithsej 33 mostra ushqimore dhe tampon higjenik, ndërsa më pas kompania kreu edhe analizat e vetë kontrollit për ambientet, pajisjet dhe punojësit. Edhe kontrollet e përsëritura të kryera më 10 korrik rezultuan sipas institucionit brenda normave, duke çuar në heqjen e masës së pezullimit dhe rifillimin e aktivitetit në kuzhinën e garnizonit Skënderbej. Në vijim të ndjekjes së problematikës në subjektin Sorial në adresën Akademia e Forcave të Armatosura garnizoni Skënderbej, për cilin ishte marrë masë me ndërprerje aktiviteti, subjekti Sorial ka bërë analiza autokontrolli tampone ambiental të ambienteve, pajisjeve dhe punojësve të cilat kanë dalë konform kërkesave ligjore. AKU më 10/7/2026 pas njoftimit të subjektit për rezultatet e analizave të vetkontrollit ka kryer inspektim në adresën Akademia e Forcave të Armatosura garnizoni Skënderbej, gjatë së cilit ka marrë sërish 3 monstra tampon ambiental, të cilat u dërguan për analizim pranë laboratorit të ISUV. Me daljen e rezultatit të analizave konforme për kushtet e higjienës dhe të sigurisë ushqimore, për monstrat kontroll zyrtar të kampionuara më datë 25/6 dhe të monstrave të marra më datë 10/7 në subjektin Sorial në adresën Akademia e Forcave të Armatosura garnizoni Skënderbej, AKU ka kryer zhbllokimin e aktivitetit të subjektit Sorial dhe OBU si lejohet të vijojë ushtrimin e aktivitetit të gatimit të ushqimeve në ambientet e kuzhinës që ndodhet brenda ambienteve të garnizonit Skënderbej, shprehet AKU. Por vendimi ngres sërish të njëjtën pyetje që u ngrit edhe pas rastit të parë. Si është e mundur që 10 studentë përfundojnë në spital ndërsa analizat dalin të gjitha konforme? Helmimi 64 studentëve në qershor nuk ishte një episod i izoluar. Vetëm një muaj më parë në maj edhe 52 studentë të Akademisë së Sigurisë u paraqitën me të njëjtat simptoma, ndërsa dyshimet ranë mbi të njëjtin kompani. Edhe atëherë aktiviteti Sorial u bllokua përkohësisht, por pezullimi zgjati vetëm pak ditë dhe kompania rifilloi punën. Historia megjithatë shkon shumë më pas në kohë. Më 18 maj 2015, 63 studentë të Akademisë së Policisë u helmuan pasi konsumuan ushqimin e furnizuar nga e njëjta kompani. 6 vjet më vonë, më 3 mars 2021, 30 studentë të tjerë përfunduan në spital në një tjetër episod të ngjashëm. Më 6 maj u regjistrua rasti i tretë, ku 56 studentë u helmuan sërish. Pak javë më vonë erdhi edhe rasti i katërt me 64 studentë të tjerë. Në të 4 episodet ushqimi është furnizuar nga kompania Sorial. Megjithatë, kompania ka vijuar aktivitetin dhe kontratat publike. Sipas të dhënave zyrtare deri në fund të vitit 2025, Sorial kishte fituar 75 tender publik me një vlerë totale prej 4.2 miliard lekësh. Edhe pas helmimit të fundit, hetimet nuk prekën kompaninë në tërësi. Policia arrestoi kuzhinierin Kujtim Ballxhini dhe teknologen e ushqimit Kristiana Plaka, ndërsa administratori Alma Tafani u shpall në kërkim. Megjithatë, pas daljes së analizave laboratorike, AKU vendosi të heqë bllokimin subjektit dhe të lejojë rifillimin e aktivitetit. Sorial është kompania që siguron cateringun për Akademinë e Sigurisë, por kontratat e saj shtrihen edhe në institucione të tjera publike përfshirë kopshte dhe çerdhe. Ndërsa aktiviteti i kompanisë zhbllokohet edhe një herë, mbetet ende pa një përgjigje pyetja që ka shoqëruar të gjitha episodet e helmimeve ndër vite. Nëse ushqimi dhe kushtet higjienike rezultojnë gjithmonë sipas standardeve, atëherë çfarë i dërgon vazhdimisht studentët në spital?